Emisioni Veting zbardh një skem të gjerë korrupsioni në Bashkinë e Përmetit ku tenderat publik shndërrohen në mjet pasurimi për individ të lidhur me pushtetin. Qindra milion lek për ushqimin e fëmijëve në çerdhe dhe kopshte përfundojnë në vakte të varfëra. Tenderat fitohen nga kompani të lidhura me zyrtar lokal apo me botën e krimit përmes kualifikimeve të dyshimta të ofertave të tjera. Në një rast ekstrem, shkolla Sami Frashëri humbet hapësirën e saj të gjelbër për t'i lënë vend një ndërtimi për turizmin mbi një monument natyror të mbrojtur. Lëndfilli i Piskovës, i ndërtuar pranë parkut kombëtar dhe afër zonave të banuara, shndërrohet në një grop vdekjeje sipas banorëve të Piskovës. Ujërat që dalin nga lëndfilli rrjedhin drejt lumit Lenic dhe përfundojnë në Vjos. Një nga banorët e këtij fshati shprehet se ujërat që dalin nga lëndfilli ndotin edhe ujin e pishëm të fshatit. Nuk menaxhohen siç duhen. Ajo ndërtesa atje është bërë kot fare sa për të dukur. Ajo nuk pastron ujin e ndotur të plerave. E tërë dhumrat vjen në lumic, nga lumica vjen uji i pishëm në Vjos. Kur them që kemi hall, kemi vërtet hall. Vendodhi atyre përshojnë nga ujrat kur vinë, e marrin me rrjedh sepse janë mbi shtratën e lumit, kur ne në mbi shtratën e lumit Vjos kemi ujësjellsin. Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar shkelje në procedura dhe në funksionimin e landfillit, ndërkohë në tenderat të tjerë si ai për shkollën Sami Frashëri dhe ndryqimin publik, zbulohet një model sistematik manipulimi dhe shpërdorimi fondesh. Punonjës bashkie rezultojnë ortak me kompani që fitojnë tenderat, ndërtimet kryen pa leje dhe mbi zona të mbrojtura. I bëj thirrje zoti Altin Dumani. Na ndihmoti vjeshtëriti boll Holland, po bëhet genocid ndaj popullat. Edhe të jetohet të mos hedhim më plera se na vran keq jetën, po bëhet genocid. Vazhdimisht mbeturinat që hidhen në këtë landfill digjen duke bërë që tymi të përhapet në një perimetër mjaft të gjerë nëpër fshatrat përreth. Në vend që kjo zonë të zhvillojë, që këtu është djepi dijes, rrugë e Frashit, Bredhi Topës, në vend të investohet, të marrim zhvillim ekonomik të tëra, këta po na vrasin. Problemi i madh për tërë komunitetin, tërë luginën tonë këtu. Jo vetëm në fshatin Piskov, po tërë luginën, nga Përmeti deri në Ngërcyrë. Nuk futesh dot në Piskov kur vje flaka, po në gjithë luginën. Nga Përmeti në Ngërcyrë e mbush këta. Një 10-15 ditësh, deri në orën 1 nuk shikosh as gjikafsh, as diell. Hapja e këtij landfilli është bërë para 4 vitesh, ndërsa është ndërtuar ngjitur me shtratin e lumit Lenic dhe e rrugës që të dërgon tek teqeja e Baba Aliut, Ali Postivan, një vend që frekuentohet jo vetëm nga banorët e zonës, por edhe turistët. Ky landfill është ndërtuar vetëm 92 metra larg zonës së mbrojtur të Hotovës.